Mirëmbrëma të nderuar shikuese ju adhurues të basketbollit, ethet e gjysmëfinales së kupës. Tashmë vijnë direkt nga palestra Sezai Suroi në Prizren, ku Bashkimi dhe Sikaj Prishtina do të takohen në duelin e parë për një vend në finalen e madhe. Këto dy skuadra u takuan edhe në kuadrët e gjirës së fundit në Progressive Super League, ku Bashkimi arriti fitore me rezultat 84-63. E shohim edhe pesën startuese, Bunjaku, Shorter, Nvamu, Lake dhe Zeqiri startojnë tek skuadra e Bashkimit. Në anën tjetër tek Prishtina shohim peshen Bailey, Ismaili, Dux, Kramer dhe Poloshka. Ka ndryshuar goxha shumë në peshen startuese. Trajneri Mihailis Kakiuzis luftojnë për atopin e parë, i cili përfundon në duart e Nvamu. Poloshka arrin gjuan, nuk qëlloj. Teksa do t'jem kundër sulmi i Portokalle Zenjeve dhe pik të para në ndeshje. Qire këtër në një atopin të këvalion, Bunjaku, Lake, bukur Lake me një super ngulitje. Tikwan Lake para Kelby Kramer. Bailey do gjuan për 3 pikë realizon Adrio Bailey për të përgjigjur. E në anën tjetër u nis për një ngulitje. Nvamu gjithsesi arriti të qëllon për 9-4. Por edhe një right top tek Adrio Bailey, i cili qëllon. Ka ndezur turbina dhe një tjetër top i humbur i Prishtinasve dhe jep treshen. Shannon Short barazim të rezultatit. Kemi tentimin e Adrio Bailey për 3 pik. Nuk kes. Clarence. Isaac Clarence. Super ngulitje e ti për të vazhduar lojën më të mirë të Sikaj Prishtinës edhe një herë. Ti është Cousins. 5 sekunda deri në përfundim të sulmit të Sikaj Prishtinës. Një treshe largët e Elijah Clarence. Clarence do gjuan edhe një herë për 3 pik. Edhe një herë qëllon e Elijah Clarence. Clarence 5-4 është nga loja. Topi vjedhur edhe njerë Kry qytetase Teksa në kundër sulm realizon. Me njerë po kërkojnë trajneri Kakiuzis 2 vishim në mbrojtje. Gjithsesi e thyen akullin. Vazhdon tjetë më i dalluari tek skuadra. E Sikaj Prishtinës por në skindel edhe një herë Tikwan Lake. Me realizimin e për dallim në duelin e fundit, Marina realizon. Zeqiri bukur depërton, realizon. Lejson Bashkimit janë topi humbur i kryen qytetasve. Kundër sulmi portokallinjëve dhe realizon Shannon Shorter. Bukur shkon ai top tek Shorter, Lejson Zeqiri e realizon 32-34, vetëm plus 2 Sikaj Prishtina. Dux Qim të përtimin bukur, ja kryon hapësirën aty. Shannon Shorter, të përtim fenomenali ti. Shohim topin e vjedhur të Shannon Shorter, nuk tregohet i vëmendshëm Valmir Kakruki për të realizuar. Lejson Zeqiri realizon për 3 pik. Në duart e Valion Bunjaku që nisë shpejt që në kundërsul në këthen tek Lejson Zeqiri që qëllon edhe njerë për 3 pik. Dizet snajperi i Lejson Zeqirit. Dizet edhe atmosfera në palestrën Sezai Sikaj Prishtinës. Dux Clarence do gjuan për 3 pik. Elijah Clarence. Cousins se ka kthyer topin tek Lejson Zeqiri që është në flak në qerekun e tretë.
Treshja e tretë e Lejsonit. Janjeva, Gjuan për 3 pikë. Shkurtër mbeti Gjuajtja teksa vazhdon sulmi i portokallëzinjve e Treshen e qëllon. Kësën gjithçka. Topi të Altin Morina, do të Gjuan Morina përgjigjet në sekundat e shortër. Pranti është Don Poloshka. Do të Gjuan Shannon Shortër realizon. Clarence. Shkon topi tek Kramer i cili realizon kësaj radhe tregohet i saktë. Morina do të Gjuan përgjigjet Altin Morina. Treshja e tretë e tij për 63-57. Altin Morina debërton deri në fund. Altin Morina Famu topi direkt në duart e sa i shojmë peshet në fush. Debërtimi Elijah Clarence. Bukuraj top tek Dick Wanley i cili mbeti i vetmuar realizon në kosh. E hum topin Elijah Clarence. Kundër sulm Isaiah Cousins e mbyll aksionin me ngulitje. Edhe më tej vazhdon të mos jetë i lumtur me performancën e tij, pavarësisht që në këtë çast po realizitet të madh në ndeshjen e dytë, por vazhdon të ngritet tepërsia. Isaiah Cousins e vjedhin topin Prishtinasit, e humbin, e vjedhin dhe Shannon Shortër. Lake te Cousins, çdo pikë është e rëndësishme. Valen Bunjaku ai i cili do ta rikthen topin në lojë. Do të arrin të shkojnë këto pikë, nuk i lejon Kelby Kramer. Përfundon ndeshja të nderuar shikues me epërsi prej 16 pikëve të skuadrës së Bashkimit.